Faleminderit për fjalët tani Stena, katedra Futori është për autorin e librit Arjan Gardini. Këtë vend kemi bërë, siç e shihni vetë, nuk kemi zgjedhur paneli këtu përpara, por kemi ndjekur një procedurë pak më ndryshe, domethënë do flasim nga vendi poshtë dhe pastaj mbas reale kush ka dëshirë për pyetje, komente, jeni të gjithë të doni. Do mos e vësë për në përshëtëm. Në mbrëma tjilë, në fakt, nuk e mendoja që do të kisha kaq vështirë këtë fjalë sot. Mendova se të ishte një bashkëbisedim i thjeshtë, ku do ndalim disa ide, disa koncepte, disa mendime, mbi çfarë na bën shqiptar, dhe mbi çfarë ne do të ndërtojmë atë që është projekti ynë i përbashkët sot e në vijim. Por kur vjen mes vëllezërish, ti nuk e di çfarë ndodh. Kemi parë vllazni që vriten për vijin e ujit, për shërnajat kohë. Por ato vllaznit që ka mund ndërmend dhe që e gjeta sot këtu janë ato që të përlotin nga dashnia, nga mirësia. Ndaj, po e nis duke falendëruar vllahun tim, Antonin, se nuk e dija që do e nisja fjalën sot me lot. I kam brenda me jetë, nuk du me i lënë dalin jashtë, por nuk është turp me thënë që po, jam i përlotur i gjithi nga kjo mikpritje dhe nga këto fjalë që dëgjova edhe nga Antoni, edhe nga profesor Gjergji, edhe nga profesor Flashi, shumë mirënjohje dhe nga prania e titluve tu. Shumë faleminderit gjithë. Shikoni, unë do të lexoj librin, nuk do të flas shumë për librin, sepse sot besoj që dëgjuat një panoramë të plot edhe nga Antoni, edhe nga profesor Gjergji, edhe nga Flashi. Por një imazh që po krijoja ndërsa dëgjoja miqtë mi, flisnin, ishte se jemi këtu në Tuzë,